Në kohën e përparimit, shekulli civilizimi, njerëzit pranojnë argumentin, shfrytëzojnë fare intelektin, zemër gurat apo ngelin, urdhrin e Zotit e shkelin, kufrin në zemër e mbjellin, adhurojnë lopën, adhurojnë djelin. O Zot, ti u dhe Zot, o Zot, gjendjen përmirëso. E disa pak më të civilizuar, edhe më tej të devijuar, s'besojnë atë që i mbikëqyr, por ata besojnë aty. E jetojnë jetën pa plan program, kur far qëllimi në jetë nuk kanë, vetëm flej ha dhe pi, këti kështu a i thuhet njeri. O Zot, ti u dhe Zot, gjendjen përmirëso. Çka e dallon njeriun nga gjallësat tjera, kur ati i humbet vlera, kur ai s'kupton vërtet, dallimi është vetëm se ky flet, kur ai logjikën nuk e shfrytëzon, shpalljen nga Zoti nuk e pranon, dhe çdo gjë që e rrethon, për të asgjë nuk nënkupton. O Zot, ti u dhe Zot, gjendjen përmirëso. Nuk ndalet një herë në mesnat, të shikon ai qiellin lart, të sheh gjithat harmoni, kush e krijoi a e di. Pastaj ndalet shikon vetvete, dhe aty ka plot argumente, analizon dhe studion, kupton që një Zot ekziston. O Zot, ti u dhe Zot, gjendjen përmirëso. Vërtet kjo rrugë është e palogjikshme, dhe çdo gjë në të e padobishme, duhet një herë për gjithmonë një gjë ai që ta kupton, se feja s'është prapa mbeturi, se feja s'është ngarkesë për ty, por e vetmja rehati që në jetë jep lumturi. O Zot, ti u dhe Zot, gjendjen përmirëso.